Përshëndetje, miq. Sot është tema në lidhje energjia jetësore dhe përfitimet e saj. Do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë të kuptoni çfarë është energjia jetësore dhe pjesën e dytë përfitimet e saj. Le të fillojmë me pjesën e parë. Energjia jetësore ka të bëjë me atë që quhet ndryshe dhe fryma e jetës. Kjo është energjia universale për të cilën drejtohet nga universi në gjithçka që jeton dhe në këtë rast është ekzistenca. Është kjo ekzistencë që ju shikoni si në qiell si në tokë, për të cilën është e dhuruar nga krijuesi dhe në këtë rast jemi dhe ne pjesë e saj. Është me të vërtetë burimi i energjisë dhe ju mund të thërrisni me emrin Zot, me emrin Univers, me emrin Kreator, Ëngjëj, vetja juaj e lartë, mjeshtrat e mençurisë së vërtetësisë së jetës, gjithçka që ekziston, dhe e gjitha është të kuptoni që këtë energji e kemi që të gjithë, dhe siç e tregova në gjithçka që jeton. Duke qenë se energjia drejtohet nga universi dhe ne jemi pjesë e universit, dhe si e marrim ne këtë energji, pra fryma e jetës, ndryshe energjia jetësore që është dhe fuqia themelore në këtë rast për çdo gjë që ekziston, por dhe për ne. Si qenie njerëzore ne e marrim nëpërmjet ajrit, pra frymëmarrja. Ne e marrim nëpërmjet ushqimit, ne e marrim nëpërmjet ujit, ne e marrim nëpërmjet dritës së diellit dhe nënës natyrë, dhe sa më shumë me dritën e diellit me nënën natyrë, aq më shumë dhe ne na rritet energjia. Mësoni që në lidhje me këtë energji është që ne e kemi që të gjithë. Ne e kemi që të gjithë si qenë njerëzore. Dhe kjo është energjia që mbështet organet tona, dhe si frymëmarrja, si fjalët, si mendimet, si lëvizja, si tretja. Para se të filloj në përfitimet e pjesës së dytë, pra të kësaj energjie, ne që të gjithë po e kuptojmë që ne jemi në ndryshim, pra e shihni një ndryshim, pra është duke u krijuar bota e re. Mësoni që kjo ndryshim që ne po jetojmë është një zhvendosje e tokës së vjetër, pra vetë toka më është në evaluim, dhe kjo është që ju po e kuptoni që, sidomos gjeneraca ime, toka e vjetër ku ne jetonim, nuk ka më efekt, jo efekt, por nuk ka vlerë, nuk mund të krijoj toka e re, sidomos për fëmijët tanë dhe pasardhësit tanë, me gjërat pra të vjetra, të bagazheve të vjetra, pra të gjërave për të cilën nuk i shërbejnë në këtë kohë, të afatit kohor, ku vetë ne e kuptojmë që jemi në një ndërgjegjësim të lartë, sepse kështu vim, kështu jemi zhvilluar, dhe si që njerëzore, pra me historikisht nga errësira në dritë, nga drita në errësirë, tani jemi që po lëm errësirën, sidomos në lidhje me energjitë e ulta, që të gjithë jeni të ditur, askush nuk e kërkon manipulimin, pavërtetësinë, korrupsionin, keqtrajtimin, mënyrën e tashetemeve, e frikës, e xhelozisë, të tjera, të gjitha këto gjëra për të cilat janë mjerisht ajo që ne na ka rënuar si qenie njerëzore, sepse në mënyrë viktim ne mohuam shpirtin, atë që e kemi që të gjithë, kjo energji jetësore, fryma, ne erdhëm me frymën dhe ne me frymën do të shkojmë, dhe ne e dim që të gjithë që ne lindim dhe vdesim, por ajo që ne nuk dim është ne rrim në rolin viktim dhe nuk e
kuptojmë që ne kemi fuqin që të gjithë në këtë trup multidimensional për të cilën energjia universale që drejton edhe energjin jetësore pra frymën, që është thelbësore për të gjithë, është që ndoshta edhe pse kuptoni që toka e vjetër ku ne jetuam nuk i përshtatet tokës së re, sepse dhe toka është në evaluim, është e vërtet që drejtimi fizik, pra si që një njërzore, është që ne mund mos e shohim, sepse me sytë tanë ne nuk shohim asgjë, por me brëndësin, me atë që jemi të pëtuar, që të gjithë që të lidhemi me veten tonë, është do të na çojë që do të kuptojmë që e ardhmja e bukurisë së jetës është drejtimi energjik. Dhe çfarë do të thotë është që duke qenë se ne po rritemi me frekuencë të lartë dhe me një ndjeshmëri vetëdije, dhe kjo është për të gjithë qeniet njerëzore që planojnë ndryshimin kohor, dhe sidomos në këtë shekull, është që ne ne po zhvendosemi nga ajo udhëheqja qendrore dhe autoritare që na drejtonin të tjerët dhe që është akoma në globin ton, në autentitetin ton, në vetë drejtimin e vetes ton, dhe prandaj ne jemi të ftuar që të lidhemi me veten ton. Dhe ju që jeni lidhur me këtë energji jetësore, çfarë përfitimesh keni? Ju që jeni lidhur, është që të kuptoni në qoftë se ne lidhemi me këtë, pra duke ndjekur ligjenën e shpirtit, duke ndjekur shpirti ku na drejton shpirti, sigurisht që ne nuk jemi vetëm, dhe nga drejtimi i energjisë ku ne lidhemi, pra pranojmë të ecim me rrjedhën e jetës ndryshimeve kozmike, ne arrim që të ecim me energjinë e burimit të vërtetë të jetës, që drejtohet. Ju mund të prisni Zot, univers, krijues, kreator, gjithsesi të kuptoni që e kemi në shpirt, është zemra jonë, dhe kjo është ftesa që duke u lidhur me veten tonë, ne do të hapim zemrën. Ju që e keni hapur është që sjell dobi, dhe jo vetëm nga ana personale, por dhe për rreth, dhe më gjatë dhe për të gjithë tokën mam. Kjo është bukuria e këtij shekulli, dhe hap pas hapi, ky është drejtimi, edhe pse një pjesë, pra nuk e din, sepse qëndrojnë, nuk u preket liria, qëndrojnë akoma, nuk, ndoshta dhe nga ju që jeni të lidhur me shpirtin, nuk e pranoni pra, nuk guxoni të njiheni me të panjohurën, ashtu sikurse edhe nuk doni të lini zonën e ratis për të cilën nuk sjell asnjëherë mirëqenie. Mësoni ju që jeni lidhur me këtë energji, pra që do të thotë që ju keni planuar të ecni në rrjedhën e jetës të këtij shekullit 21, pra të drejtimit energjik, të frekuencave të larta të dritës, është që ju ne hap pas hapi çfarë arrim e para përfitimi. Sëmundjet tona zhduken. Ne kemi një mendje të qartë dhe një energji. Kjo vjen që të gjithë ne e dim që është lodhja kronike, pra që kalojmë lodhje kronike, muskujt janë të ngurtësuar, dhimbjet e trupit, ashtu sikurse edhe nyjet jo të shëndetshme, pra të dhimbshme. Ndërkohë, ne kuptojmë që dhimbjet e stomakut, ne kuptojmë që kemi një dhimbje koke, ne kuptojmë që jemi të papërqendruar, dhe sidomos kjo është edhe në pjesën e madhe të njerëzve. Por çfarë ndodh ku ne lidhemi me këtë frymën e jetës, me këtë energji jetësore, me burimin e energjisë, me shpirtin ton, me paqen e brendshme, çfarë ndodh? Është që ne fillojmë të kuptojmë që ne gjatë kohës trupi jon kërkon, sepse jemi lidhur me këtë energji jetësore, trupi ha shumë pak, nuk ngarkohet me ushqim, dhe ha ushqim të papërpunuar, të freskët, të perimeve, të frutave. Çfarë ndodh kur ne ham këto është që trupi jon nuk lëshon më produkte të mbeturinave, pra nuk sepse ha më pak.
Tjetër, duke qenë se ha më pak koha e zemrës për të punuar në të gjithë kjo frymë, kjo energji për të rikuperuar të gjithë organet tona, se prandaj flem natën dhe zemra punon dhe pse flem si të vdekur, është ka kohë, pra e rikuperon trupin tonë, e rikthen energjin tonë që ne të fillojmë ditën e jetës me kënaqësie të tjera ku na drejton shpirti. Tjetër është që ne e ndjejmë që trupi jon pastrohet dhe është dhe vital, ashtu sikurse ne ndjejmë që kemi energji dhe qelizat tona pastrohen apasapi dhe çdo ditë, sepse ne ndjekim higjienën shpirtërore dhe në këtë rast krijohet që qelizat tona rinovohen, aktivizohen dhe rigjallërohen. Gjithçka që arrin si rezultat është që ne kemi një trup të pastër, ne kemi një trup vital, ne kemi një trup me energji, ne kemi fuqi, e ne edhe nëse ne flim më pak orë gjumë, ne përsëri kemi, sepse është energjia. Tjetër, trupi jon është që bëhet i lëvizshëm, elastik dhe nyje që lidhin kockat dhe që dëgjoheshit më dhemi kockat, por që për ne nuk ndodh më, janë të shëndetshme. Dhe jo vetëm nga trupi fizik, por edhe nga mendja, sepse ne i sjellim në harmoni si mendjen, energjia maskullore si energjin femërore shpirtin, dhe në këtë rast po flas për mendjen, ne e kuptojmë se ne jetojmë me tani, këtu, në këtë moment, prezencë, dhe ajo që ndodh tani na çon në të nesmen, dhe kjo është që ne jetojmë të shëndetshëm, pra jo vetëm që sëmundjet na zhduken, por edhe me një mendje të qartë dhe me një shpirt në paqe. Shenja e dytë është duke jetuar, duke na drejtuar shpirti, çfarë ndodh? Ne çlirojmë emocionet, bagazhet e vjetra. Dhe që të gjithë duke u lidhur me këtë energji jetësore, ne e ndjejmë që kemi pra një mrekulli nga ana fizike, pra trup fizik, pra shpirtin ton, por edhe nga ana mendore. Të gjitha bllokimet, të gjitha besimet kufizuese me zimin e shpirtit, pra me vazhdimin e zhvillimit ton shpirtëror, është që çlirojnë çdo qelizë e trupit ton, pra i çliron nga kujtesat e qelizave. Është vërtet vëmendje që dua t'ja u tregoj që të gjithë, dhe është e vërtet që në kohën e fillimit të transformimit të këto për ne është e vështirë. Është e vërtet, nuk mund të gënjej që është një proces i vështirë. Po si ndryshojnë stinë, ndryshojnë dhe ne, si ndryshojnë fazat e nënës. Dhe çfarë ndodh është që kjo vjen për arsye sepse trupi na sill shumë emocione në sipërfaqe dhe është e vështirë për ne si trup fizik që t'i kalojmë për njerë. Kjo nuk, prandaj ndihet e vështirë, sepse ne kërkojmë si qenie njerëzore që t'i japim zgjidhje, por shpirti e di dhe çdo gjë është, si rritet bebi dhe si jemi rritur ne, edhe pse kemi kaluar sfida, ne jemi këtu ku jemi. Pavarësisht se çfarë kemi kaluar është jeta jonë, shpirti nuk gjykon, nuk kritikon, dhe e gjitha që arrim është që në kohën që ne kemi këtë lloj transformimi, ju e dini që ne edhe e ha më pak, sepse është ajo që vetë trupi fillon na ndihmon, pra shpirti na ndihmon, dhe duke ngrënë më pak, çfarë ndodh është që ne kemi kohë, kemi hapësirë që të rrimë veten tonë, dhe në këtë rast edhe trupi na çliron emocione, pra çlirohen nga trupi jon të gjitha emocionet dhe bagazhet, besimet kufizuese. Mësoni që duke çliruar këto emocione, çfarë arrim ne hapasapi, ne arrim në qëndrueshmëri, sepse çdo gjë në trupin ton fillon edhe pastrohet. Ndërkohë është që gjithë shkaktarët që na shkaktonin këto emocione dhe besimet kufizuese, ne na treten, pra pastrojnë, shkrihen, treten, dhe ne i shikojmë situatat dhe ngjarjet që ne kalojmë në perspektivë. Mësojmë që rezultati që ne arrim gjatë kohës që ne pastrohemi nga këto bagazhe e besime kufizuese është që ne arrim në dashuri, dhe ku ne arrim në dashuri ne duam edhe kemi dëmshuri dhe për të tjerat, dhe jo vetëm dëmshuri për të tjerat, por kjo mrekulli që ne arrim në veten tonë na bën që
ne duke vazhduar zhvillimin tonë shpirtëror, ne bëhemi të qartë, ne kemi ndjenja optimiste, ne jemi frymëzues, ne me të vërtetë jemi entuziast dhe ne e ndjejmë nevojën për të krijuar bukurinë e jetës, sepse lumturinë e krijojmë ne dhe në këtë rast ne ndjejmë që duam të vazhdojmë të jetojmë në jetë të mrekullueshme me optimizëm, me atë që na drejton intuita jonë, zemra jonë, zorët e barkut. Pra brëndësia, paqja jonë e brendshme, dhe kjo informacion për të cilën ne e marrim, sepse ne jemi të lidhur, sidomos kur ne e lidhemi me paqen tonë të brendshme, me këtë energji jetësore, ne jemi lidhur me frekuencat e larta, jashtëtoksore të pastra të bukurisë së vërtetësisë së jetës, që e quani Zot, univers, ëngjël, mjeshtra, kryeëngjëj, shpirtin tuaj të lartë e tjera, pra që të gjithë jemi unik. Shenjë tjetër kur ne jetojmë me këtë energji jetësore, që është themelore, pra mos e përsërismë, është sa më shumë ne lidhemi me paqen tonë të brendshme, aq më shumë ne ndjejmë që kemi pra e ndjejmë nevojën për të njohur, për të ditur akoma më shumë. Pra kemi një intuit të lartë, duam të dimë e tjera. Ndërkohë është që duke qenë se kemi këtë rritje, këtë hapësirë, ne jemi tani që shpirti na drejton dhe ne marrim, vetja jonë e lartë na drejton, ne marrim mesazhe. Pra kudo që shikoni në qiell, në tokë, që të gjithë jeni unik, dhe kjo është që ne ndjekim rrugën, këto mesazhe na ndihmojnë që ne të ndjekim rrugën për të cilën shpirti na solli këtu, pra shpirti na drejton. Ndërkohë ne lirohemi gjatë rrugëtimit, ne lirohemi nga frika, nga çdo lloj bllokade që kemi krijuar dhe vetë, pra sekrete të tjera, dhe gjitha kjo na bën që ne të kemi një intuit më të lartë dhe ne fillojmë të besojmë në këtë intuit. Ajo që ne arrim apasapi, sa më shumë që ne thellojmë zhvillimin ton pra shpirtëror, është që ne fillojmë që kemi shisat tona janë në një nivel të lartë. Ndërkohë pra janë shumë të afta, ndërkohë telepati, ndërkohë paranormale, tira pranë me një fjalë edhe aftësitë psikike, por edhe një mençuri nga brendësia juaj për të cilën ju ndiqni atë që në lidhje me eksperiencën e jetës tuaj, jetës për të cilën ju keni kaluar vetë. Ndërkohë është që ne na hapet dhe syri i tretë, dhe ky syri i tretë është që ne marrim mesazhe, ne marrim vizione për të cilën ne bëjmë të qartë jo vetëm për veten tonë, por dhe çfarë mund të vinë të tjerëve dhe për perspektivën e jetës tonë. Dhe kush është rezultati është që në këtë moment kur ne arrim në këtë zhvillim të lartë, me një mendje të qartë, ashtu sikurse për vete dhe për botën, është që ne nuk kemi nevojë më për trajner, apo trajnin, apo shërues shpirtëror, pra këto zvoglohen. Pse? Sepse jeni ju vetë. E keni nga brendësia, e keni nga vetë eksperienca jetës tuaj, apo nga ajo që shpirti juaj ju drejton, dhe ndërkohë është sa më shumë ne rrisim pra zhvillimin ton shpirtëror, aq më shumë ne kuptojmë që ne pra perdet e arresës në trupin ton, çdo gjë hollohet, pra ne lidhemi me mrekullit, sepse ky trup mban pra mençurinë, mban inteligjencën edhe sigurisht dhe energjinë, dhe me këtë energji jetësore çdo qelis duke vazhduar zhvillimin ton shpirtëror, sepse vazhdoni gjena e shpirtit, ashtu si gjena e trupit, ne krijojmë edhe atë që ne jo vetëm që jetojmë me vetëdije, po një pjesë nga ju mund të vazhdoni të rriteni me dimensionet e larta, që janë dimensioni 6, 7, 8, 9, edhe më tepër, varet që të gjithë jeni unik, por edhe me jetët paralele. Pra me një fjalë është që kjo në hap dyert që
për ju që jeni me të vërtetë që ndiqni këtë zhvillimin tuaj shpirtëror, ndoshta e kuptoni që doni të ndihmoni dhe të tjerat. Dhe duke ndihmuar të tjerat, ju jeni në gjendje që të lidheni me dimensionet e tjera dhe ndërkohë edhe ta përdorni këtë për realitetin tuaj duke krijuar realitetin tuaj. Pra kjo është që ju jep edhe kjo energji jetësore për të gjithë ju që jeni të lidhur në zhvillimin tuaj të mëtejshëm të shpirtit. Tjetër, çfarë ndjeni, ne kemi përfitim financiar dhe si është që ne fillojmë të kursejmë para. Është e vërtetë që gjatë kohës procesit të zimit të shpirtit trupi on na udhëheq ne që ne kuptojmë që ne harxojmë më pak ujë sepse ne nuk merremi shumë me kafra duke përgatitur kafe apo më tash e tjera apo vaktet për të ngrënë me vakte apo për të larë enët, pra në këtë prizëm ne kursejmë ujë. Ndërkohë është që ne kur shkojmë të blejmë në pazar, ne blejmë pak ushqime sepse trupi jon ha shumë pak, pra është edhe ne dim se çfarë blejmë dhe si i blejmë për ato që ne shpirti na kënaq. Dhe ndërkohë ne nuk harxojmë as parë në për restorante, as në për taraca, për pirë e tjera, por çfarë është, edhe nëse kjo ndjehet e mërzitshme për momentin, ne përsëri ne krijojmë me strukturë ditën tonë të jetës. Ndërkohë që një pjesë jeton që mund të jenë familjet tona, njerëzit që akoma nuk pranojnë të ecin në rrjedhën e jetës, pra rrin me të vjetrën, është e harxojnë kohën në për këto, pra restorante, pije të tjera, është që ne me të vërtet ne është në kohën që jemi të lidhur me shpirtin ton, ndoshta duken si të mërzitshme, por ne arrim të krijojmë ku na drejton trupi, duke patur hapësirë na drejton që të krijojmë aktivitetet tona, ato që ne kënaqem dhe ato që ne kemi mundësi, ne jemi të kënaqur me atë që kemi, por edhe ndërkohë dhe jemi të hapur me atë me të vërtetë që shpirti na drejton. Ndërkohë duke qenë se mbajmë një trup të pastër, dhe ndjekim atë që na kënaq ne, pra higjienën e shpirtit për të mbajtur trupin, pra të lidhur me veten për zhvillim ton shpirtëror, dhe në këtë rast arrim edhe me shpenzime të pakta në shëndetësore. Pse? Sepse ne zhdukim sëmundjet, pra qelizat tona rikuperohen, aktivizohen, rigjallërohen me këtë mrekulli të energjisë jetësore. Dhe kjo është ne nuk kemi dhe shpenzime dhe në këtë rast ne kursejmë sadopak në fund të jetës në krahasim me jetën e parë, pra që ishim të njashëm me anën e mendjes për të cilën kjo i bën njerëzit që të hanë shumë, të konsumojmë, të jemi më tepër konsumator se sa krijues, dhe jo vetëm kaq, por lodhemi, rrobtohemi dhe mezi arrim dëshirat dhe ëndrat. Por ju që jeni lidhur me energjinë jetësore, këto janë përfitimet që ne marrim nga kjo energji. Shenja e fundit është që ne lidhemi me veten, ne ndjekim pasionin ton, ne ndjekim misionin e shpirtit. Është e vërtetë që në lidhje me ngrënien për të cilën në këtë kohë ne konsumatojmë si që njerëzore aq shumë sa ne jemi krijues, dhe në këtë rast çfarë ndodh është ne që jemi lidhur me këtë energji jetësore, ne kuptojmë që koha që ne harxhonim me vakte, çfarë do ha tani, çfarë do ha në drekë, çfarë do ha në darkë, apo për të blerë në pazar, apo për të larë enët, sepse i përdornim këto, ne jemi të liruar. Tjetër është që duke qenë se ne jemi të liruar, çfarë ndodh? Ne kemi më tepër paqe me veten tonë, ne kemi më tepër hapësirë dhe ne kërkojmë tani që të bëjmë gjërat që shpirti jon na ndihmon. Tjetër, ne nuk nxitojmë si nxitonim ne në jetën e parë, por edhe si është një pjesë që flen akoma gjumë. Pra nxitojmë për të bërë shumë gjëra dhe fakti është që shqetësohen, edhe një pjesë arrin, një pjesë nuk e arrin. Ne nuk e kemi këtë, ne nuk nxitohemi dhe jo vetëm që nuk nxitohemi, por ne na drejton shpirti për të bërë atë që ne kënaqemi. Ndërkohë është që sa më shumë ne nuk nxitohemi, pra sepse kemi arritur në paqe të brendshme, ne kemi hapësirë për të
përsëri intuitën tonë, për të ndjerë ndjenjat tona si kaluam ditën, kush na kënaqi, çfarë vërim se fundit ne jemi qenë njerëzore dhe shpirtërore dhe me ndjeshmërinë tonë ne kuptojmë energjinë për rreth vetes tonë e të tjera dhe tjetër është që jo vetëm që rritemi nga ana rrisim pra intuitën tonë, por edhe pse ne mund të flejmë dhe pak, sepse është energjia, ne përsëri e kemi këtë fuqi, pra kemi energji. Rezultati është që ne arrim, kur lidhemi me vete, me pasionin dhe me misionin e shpirtit, që ndjekim ku ne arrim të rikuperojmë çdo gjë që trupi jon ka nevojë sepse ne jetojmë me momentin tani. Në këtë moment, çfarë më sjell trupi, ne nuk i bllokojmë më emocionet, përkundrazi, për atë që ne ndodhi, ne nuk i shohim as si pengesa thjesht, ne vazhdojmë se e ndjejmë që është për të mirën tonë, pra rikuperojmë trupin. Ndërkohë është që ne aktivizojmë veten dhe bëjmë aktivitete që na kënaqin ne, sikurse edhe na jep kohë, hapësirë, intuita jonë të ndjekim talentin për misionin dhe drejtimin e jetës. Pra kur lidhemi me energjinë jetësore, është e vërtet që të gjithë ne do t'i bëjmë pyetje vetes, që të gjithë, edhe sepse është tema si ku ne si qenie njerëzore ta hanim pak, çfarë do të ndodhte? Sigurisht do të kishim një botë që nuk do të ishte e ndotur, sepse ju i dëgjoni çfarë po ndodh me klimatin e tjera. Megjithatë, të kuptojmë që ajo që do të arrihet kur ne lidhemi me energjinë pra jetësore, pra me frymën e jetës, me shpirtin, me zemrën tonë, pra edhe kjo është pesta për të gjithë, që të hapim zemrën dhe për të hapur zemrën e kemi që të gjithë ne jemi unik, që të gjithë kështu jemi krijuar nga krijuesi dhe e kemi këtë. Është ptesa që ne të lidhemi me veten tonë. Pra kjo është unë po dërgoj tani mesazh, kur ne lidhemi me këtë energji, pra me veten tonë dhe na drejton shpirti, çfarë arrim, jo vetëm nga ana personale, por edhe nga ana ne kujdesemi për vete, ne kujdesemi për rreth, ne kujdesemi për mjedisin, ne kujdesemi për kafshën, ne kujdesemi për njerëzit, ne kujdesemi akoma më shumë për tokën mamë. Dhe si rezultat ç'a vjen uji është i pastër. Tjetër është që në natyrë rigjenerohet, ne jemi dhe jetojmë me vetëdije dhe jo në rolin viktim, dhe jo vetëm që jetojmë me këtë vetëdije, por ne jemi që zhvillojmë, ne krijojmë, pra ne jemi krijues, që të gjithë jemi unik dhe kemi vlerë dhe ne krijojmë këtë jetë dhe kështu është me paraardhësit tanë, çfarë do lloj që kanë kaluar, ne jemi këtu ku jemi sot, ne t'i falenderojmë për atë që kanë bërë, pavarësisht se niveli i tyre ishte i ulët. Kështu është zhvillimi i vetë jetës, pra i zhvillimit e jeta është rrjedhshmëri e zhvillimeve kozmike, të vetëdijes kozmike, në këtë rast për qenien tonë njerëzore, jo vetëm me frekuencë, pra jo vetëm që ne kemi një ndërgjegje të lartë, sepse ne kemi frekuencë të lartë, por edhe ndjeshmërinë, dhe ndjeshmëri kjo energji jetësore është për çdo gjë që ekziston, e njëjtë, ne jemi dhe kemi ndërlidhje me njëra tjetra. Kur mos harrojmë që të heqim sa më pak pra sepse ne jemi më tepër konsumator se sa krijues, dhe kjo vjen si rezultat duke qenë konsumator. Çfarë ndodh që e ndotim botën? Është transportimi që ne bëjmë duke çuar mallrat, pra eksport-import, nga një shtet në një shtet. Dhe këto si bëhen nëpërmjet ujrave, pra ndotet uji, bëhet nëpërmjet ajrit, ndojt me transportin ajror, ndojt nëpërmjet ajrit, nëpërmjet tokës, apo nëpërmjet dhe brenda në natyre kudo. Pra çdo gjë krijon ndotje. Mësoni që kjo ndotje vjen duke transportuar këto mallra pas si konsumator, fabrikat do të prodhojnë ushqime edhe nxjerrin mbeturina, dhe këto mbeturina ku do të shkojnë, do të ndotin ujin, pra që bëjnë produktet pa përpunuara që i përpunojnë edhe në këtë rast krijojnë dhe ambalazhet që ne marrim ushqime ose çfarë do lloj gjëja, dhe këto janë që ndodhin natyrën, ashtu sikurse edhe në lidhje me pleun e baktive apo
pesticidet e tjera, për të cilën do t'in ujin si përfaqësor. Pra edhe ne si që një njerëzore nuk pim ujë të pastër, por e përdorim me klor dhe biles dhe më shumë. Gjithsesi, ne kur lidhemi me këtë energji jetësore, që të gjithë gjërat ne konsumojmë më pak, dhe kjo energji na bën vital. Mësoni që të gjithë ne duke u lidhur me këtë energji të mrekullueshme është koha jonë që të gjithë të lidhemi, jo vetëm që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe kjo është që të lidhemi me energjinë jetësore, sepse ne erdhëm me frymën dhe me frymën do të shkojmë. Çfarë do lloj që ne të ndjekim në jetën tonë, çfarë do lloj drejtimi që të merrni, sido që ne jemi në drejtimin e vazhdueshëm të zhvillimit të shpejt të një rrugëtimi madhështor për të jetuar me jetën ashtu si krijesa na ka krijuar, që ne kemi përjardhjen, është toka mëm, dhe këtu është sot për sot jeta, dhe ne duke ndjekur këtë energji jetësore, është që ne do të rikthehemi si dikur në kohën ku ne u mishëlluam në këtë tokë si fëmijë. Kjo është na i bënzimi shpirtit, por duke mësuar këto përfitime, ndoshta ju e ndjeni që keni arritur në veten tuaj, të kuptoni që një mantër që ta dërgojmë që të gjithë së bashku është, dhe ju lutem, ju që ndiqni këto video, bëni çdo mbrëmje apo në mëngjes, apo 2 herë si të doni, por duke dërguar këtë energji është një mrekulli që të gjithë ne e dim tani që burimi i energjisë së Zotit, universi, kreatori, atere, që të gjithë jeni unik, i dashur, unë i përdor që të gjitha, i dashur, univers, Zot, kreator, angjëj, mjeshtra, kryengjëj, unë jam gati dhe ftoj përjardhjen njerëzore që të lidhen me energjinë jetësore, me ndihmën dhe udhëzimin tuaj, të arrim që të gjithë të rinovojmë, të aktivizojmë dhe të rigjenerojmë çdo qelisë të trupit fizik dhe mendor, për një njerëzim, për një shpëtim, pa uri, pa sëmundje, pa kriza. Kjo është bërë dhe kështu është. Faleminderit. Duke përdorur këtë, ne dërgojmë këtë jehon, dhe sa më shumë jehona e optimizmit, e këtyre mantrave, e energjive të mrekullisë për të dërguar optimizëm me fjalë, me mendime, me sjellje, me dashuri pa kushte, me minjoje për gjithçka që kemi, me falënderim që po jetojmë, po marrim frymë, me atë që kemi përreth familjet tona, mbi të gjitha që jemi dashuri, sepse ne kemi ardhur nga dashuria. Dhe universi 2 gjëra ka krijuar, e ka krijuar dhe dashurinë, e ka krijuar dhe frikën, por jo frikën e iluzionit, atë që kemi krijuar ne si qenie njerëzore. Prandaj nga lidhja në konkurrencë ne do të bashkohemi, dhe ky është afatikor, për të cilën edhe pse drejtimi fizik nuk e di, pra nuk e shikon, pra nuk në këtë rast një pjesë që flen akoma gjumë, nuk e vëren, kjo energji po prek çdo shtëpi ku ka errësirë, po prek çdo individ, kudo, sepse kanë hyrë frekuencat e larta që po jetojnë dhe po tregojnë me vetmojim, pa përfitim, thjesht duke treguar që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe kjo mënyrë tjetër e jetës është të lidhemi me këtë energji jetësore që është fryma e jetës. Ne erdhëm me frymë dhe ne do të shkojmë me frymë. Universi na ka dhuruar qiellin, na ka dhuruar tokën, universi na ka dhuruar kokën, na ka dhuruar zemrën, universi na ka dhuruar energjinë maskullore, mendja, energjinë femërore, shpirtin, universi na ka dhuruar dorë më dorë jetën dhe vdekjen, universi na ka dhuruar edhe që ka fillim, po ka dhe fund, universi na ka dhuruar që ka edhe fitim, po ka edhe humbje, universi na ka filluar që suksesi nuk është final, por edhe dështimi nuk është fatal. Pra çdo gjë të kësaj natyre dhe mbi të gjitha të kuptoni, na ka dhuruar ditën, na ka dhuruar natën, na ka dhuruar diellin, na ka dhuruar ënën. Lidhuni mrekulli me këtë në natyrë që çdo gjë ekziston për të gjithë, për mua, për ju, për familjen tonë, për fëmijët tanë, për një për mbesa. Prandaj zgjoni mrekulli.
se është afatikor I energjisë së mrekullisë së vërtetësisë së jetës me mençurinë ashtu që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë do të lidhemi me fuqinë unike, hynore, që është dashuria pa kushte e kemi në zemër dhe kjo zemër mban emocionet tona, por kjo zemër mban edhe misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Pra që të gjithë jemi të ftuar dhe kjo është energjia jetësore për të cilën e kemi që të gjithë. Dhe me mua miropafshim deri në video tjetër. Faleminderit.